Obori i shtëpisë atë pasdite duke i qetë, por brenda mureve të saj po ziejnë gjëra që kamerat nuk i kapin dot lehtë, nerva të lodhur, net pa gjumë, mendime që rrotullohen pa pushim. Hygerta ishte ulur pranë tavolinës së vogël të kuzhinës, duke përzier kafen ngadalë, ndërsa Alba rrinte përballë saj me sy të skuqur nga pagjumësia. Ditët e fundit mes tyre kishte lindur një tension i heshtur, një distancë që rritej pa u thënë asnjë fjalë. Alba po fliste për një debat të mëparshëm, për mënyrën si ndiej e lënë pas dore nga të tjerët. Zëri i saj ishte i ngjirur, i lodhur, por këmbëngulës. Hygerta e dëgjonte fillimisht pa reaguar, por në fytyrën e saj dukej qartë bezdia. Loja po i rëndonte të gjithëve dhe durimi po mbaronte. Po e tepron, Alba, i tha më në fund Hygerta, duke e lënë filxhanin me një zhurmë të lehtë mbi tavolinë. Je bërë shumë e rëndë këto ditë. Alba u shtang. Nuk e priste atë ton. Çfarë do të thuash? Pyeti me zëmë të ulët Hygerta, e lodhur nga grindjet e përditshme, nuk e mati më fjalën. Nga goja i dolën shprehje të ashpra, krahasime të shëmtuara që nuk i shkonin askujt. Nuk ishte thjesht kritik, ishte një shpërthim nervash, një mënyrë e gabuar për të nxjerrë mlefin e grumbulluar. Alba u zverdh. Fjalët i ranë si shuplak, si mund ta thuash këtë? Murmuri ajo. Unë po kaloj ditë të vështira. Nuk po aktroj. Hygerta u ngrit në këmbë, filloi të ecte nëpër dhomë. Të gjithë jemi të lodhur këtu brenda. Por ti po e bën atmosferën edhe më të rënë. S'po të njihet më fytyra, vetëm ankesa, vetëm negativitet. Alba ndjeu një nyje në fyt. Ajo e dinte që nuk dukej mirë kohët e fundit, pagjumësia, stresi, presioni i kamerave, por ti dëgjonte këto në atë mënyrë ishte e dhimbshme. U përpoq të mbrojë, nuk kam ardhur këtu për të dukur bukur për ju. Jam njeri, jo dekor, tha me zë që i dridhej. Hygerta heshti për një çast. Në sytë e Albas pa diçka që nuk e kishte vënë re, jo inat, por frikë dhe vetmi. Megjithatë krenaria nuk e la të tërhiqej menjëherë. Debati vazhdoi gjallë. Fjalët u përplasën në ajër si gota xhami. Alba i kujtoi Hygertës se edhe ajo kishte pasur ditë të errëta, momente kur kishte qarë në banjë që të mos e shihte askush. Hygerta e mohoi, pastaj u nervozua edhe më shumë. Loja po i nxirrte versionet më të brishta të tyre. Në një moment Alba u ul në divan dhe mbuloi fytyrën me duar. Nuk është e drejtë të më flasësh kështu, tha me zë të mbytur. Fjalët mbeten. Ajo fjali e thjeshtë e ndaloi Hygertën. Për herë të parë e kuptoi sa thellë kishte goditur. Në shtëpi gjithçka dukej si betejë, por jashtë ishte jetë reale, njerëz me plagë të vërteta. Unë nuk desha të lëndoj kaq shumë. Tha më në fund, më qetë. Jam edhe unë e lodhur, po nuk duhet ta nxjerr mbi ty. Alba nuk ju përgjigj menjëherë. Po mendonte për netët kur kishte qarë në heshtje, për frikën se mos publiku e shite si të dobët, për faktin që askush nuk e dinte çfarë mbante brenda. Fjalët e Hygertës i kishin hapur një plagë që përpiqej ta mbulonte me humor. Ora kalonte dhe tensioni ngadalë u ul. Banorët e tjerë hynin e dilnin, por askush nuk ndërhyri. Ishte një përplasje që duhej ta zgjidhnin vetë. Ne jemi armike, tha Alba pas një kohe të gjallë. Por këtu brenda njeriu humb veten. Hygerta pohoi me kokë. E di. Ndoshta duhet të mësojmë të flasim pa e coptuar njëra tjetrën. Ato fjalë nuk i shëruan menjëherë gjërat, por hapën një derë të vogël. Konflikti mes tyre mbeti, por nuk ishte më urrëtie, ishte përballje mes dy njerëzve të lodhur nga e njëjta lojë. Mbrëmja ra mbi shtëpi. Alba doli në obor, mori frym thellë dhe u përpoq të mos e lejonte atë ditë ta përcaktonte. Hygerta e pa nga larg dhe ndjeu peshën e asaj që kishte thënë. Në Big Brother gjithçka dukej spektakël, por dhimbja ishte e vërtetë. Alba dhe Dolce u përplasën në një nga korridoret e ngushta të shtëpisë. Atmosfera ishte e tensionuar, si një furtunë që ndodhte brenda një dhome të vogël. Një debat i vogël i filluar ditët e mëparshme po zgjaste në mendjet e tyre dhe tani, përplasja ishte e pashmangshme. Tensioni ishte i dukshëm në secilin lëvizje. Alba mbante duart të kryqëzuara përpara trupit, fytyra e saj e kuqe nga zemërimi, ndërsa Dolce qëndronte me një shikim të ftohtë, por të vendosur, duke mbrojtur vetveten. Alba e gjeti veten duke e pyetur menjëherë, ti pse qaje kur të la limi? Nuk ta vari më? Pyetja nuk ishte thjesht kuriozitet, ajo mbante brenda një akuzë të heshtur. Një ndjenjë lloj xhelozie që nuk e kishte shprehur me fjalë më parë.
Zëri i saj ishte i fortë, por i mbushur me ndjenja të llojit të vetmuar dhe të pasigurt, ato ndjenja që dalin vetëm kur nuk ke më mbështetje. Dolce e shikoi, fytyra e saj e qetë dhe e vendosur, si një mur i padobishëm për çdo sulm. Unë nuk kam qajtur fare, tha ajo me një zë të fortë dhe të sigurt. Unë nuk jam si puna jote. Ajo e theksoi fjalën puna jote me një ton që përplasi në mendjen e Albas si një shpërthim. Ishte një fjali e thjeshtë, por mbante një sfidë dhe një qartësi që nuk pranonte diskutim. Alba ndjeu zemrën tërhequr brenda saj. Fjalët e Dolces ishin si thikë, të ftohta dhe të drejta. Ajo përpiqej të kuptonte pse ndjenja e saj për Limin dhe dhimbja e saj ishin kaq të fuqishme, ndërsa Dolce qëndronte e pathyeshme. S'është e drejtë, mendoi Alba ndërkohë që shikonte fytyrën e Dolces. Pse duket se ajo nuk ndjen fare? Dolce vazhdoi të qëndrojë e qetë, por sytë e saj nuk fshenin asgjë. Ajo kishte kaluar shumë situata brenda shtëpisë së Big Brother Kosova dhe dinte të kontrollonte emocionet e saj. Ajo nuk donte të dukej e dobët, nuk donte që dikush të shite pas fytyrës së saj. Dhe kur Alba e sfidoi me pyetjen, ajo nuk u tremb, nuk u dorëzua. Alba u ndjej izoluar. Ishte ajo që mbante ndjenjat, ajo që ndiej lën pas. Ajo që donte vëmendje dhe kuptim. Ndërsa Dolce qëndronte atje, e qetë dhe e fortë, Alba ndjeu një farë inati dhe zhgënjimi. Unë gjithmonë përpiqem, mendoi ajo, po gjithmonë duket sikur nuk mjafton. Tensioni midis tyre u rrit. Nuk ishte vetëm për Limin, ishte një përplasje e personaliteteve. Alba ishte emocionalisht e ndjeshme, shpesh duke reaguar me zemërim ose trishtim, ndërsa Dolce ishte e vetë kontrolluar dhe racional. Kjo përplasje nuk ishte thjesht një debat, ishte një sfidë për të kuptuar se kush ishte më i fortë emocionalisht në këtë lojë të madhe. Dolce e pa se Alba po ngrihej në intensitet. Ajo nuk deshi të sulmonte fizikisht, por zëri i saj u bë edhe më i vendosur. Unë nuk kam qajtur. Alba, ti mund të qash, unë nuk kam nevojë. Ajo e tha këtë me një qetësi që u ndje si sfidë për Alban. Alba e ndjeu zemrën tërhequr në gjoks, një ndjenjë e përzier mes inatit dhe dhimbjes. Ajo nuk dinte çfarë të thoshte më tej, sepse çdo fjalë e saj dukej e pavlerë përpara qetësisë dhe vendosmërisë së Dolces. Dhe ndërkohë, kamera dhe banorët e tjerë po vëzhgonin heshtjen që pasoi. Nuk kishte zë, vetëm tension dhe një ndjenjë izolimi që mbushte dhomën. Në këtë heshtje, Alba filloi të mendoj për gjithçka që kishte ndodhur gjatë javëve të fundit, për marrëdhënien me Limin, për ndarjet dhe përplasjet me banorët e tjerë, për mënyrën se si ndonjëherë ndihej e lën pas. Dolce nuk kishte qajtur, dhe kjo ishte thjesht një realitet që Alba duhej ta pranonte. Ajo ul përsëri në divan, e rënduar nga emocioni, duke marrë frym thellë. Dolce qëndroi pak më larg, por jo e larguar. Ajo nuk donte të provokonte më shumë, por kishte dhënë mësimin e saj. Forca shpesh nuk duket në lot, por në kontrollin e vetvetes. Alba u përpoq të qetësohej. Nuk ishte e lehtë të pranonte se ndjenja e saj nuk kishte kuptim të njëjtë për të tjerët. Por ajo e dinte që për të çdo emocion ishte i vlefshëm. Dhe edhe pse Dolce ishte e fortë, kjo nuk e bëri dhimbjen e saj më pak të rëndë. Ky moment përplasje u shndërrua në një mësim brenda lojës së Big Brother Kosova. Secili banor ka mënyrën e vet për të përballuar dhimbjen dhe ndjenjat. Dhe ndonjëherë, qetësia e dikujt tjetër mund të duket si indiferencë, por është thjesht një forcë tjetër, një mënyrë tjetër për të mbajtur gjallë brenda lojës. Alba qëndronte ulur në divanin e madh të shtëpisë së Big Brother Kosova. Fillimisht kishte qenë një pjesë e grupit, por pak nga pak, heshtja kishte filluar ta rrethonte. Për një moment, ajo ndjeu se diçka po ndryshonte. Lëndrimi, Eliona dhe Klodi ishin duke biseduar mes tyre, duke qeshur dhe duke bërë shaka, por asnjëherë nuk e përfshinin atë. Alba ndjeu një goditje të lehtë në zemër, diçka që nuk ishte dhunë, por ishte mungesë. Filloi të fliste, si zakonisht, duke ndarë mendimet e saj, duke treguar diçka që kishte ndodhur gjatë lojës. Zëri i saj ishte i qetë, por i plot, duke mbushur dhomën me fjalët që dilnin nga brenda. Më duket se çdo gjë që them nuk ka rëndësi. Mendoi ndërkohë. Por sa po nisi të flisten, diçka tjetër ndodhi. Lëndrimi, Eliona dhe Klodi, si të ishin dakord pa folur, u ngritën dhe ikën nga divani, duke e lënë vetëm. Alba ndjeu një boshllëk që ju përhap nga shpinat e koka. Nuk ishte hera e parë që ndodhte, por tani ishte më e dukshme. Ai boshllëk nuk vinte nga mungesa e miqësisë, por nga indiferenca e të tjerëve. Ishte ndjenja që çdo fjalë e saj ishte bërë e padukshme.
Zëri i saj u ngurtësua për një çast dhe syt u mbushën paksa me dhimbje, ajo i tha vetes, është gjithmonë kështu. Sa herë flas, ata ikin. Fjala u përsërit në mendjen e saj si një mantra e trisht. Secila bisedë, secila histori që përpiqej të ndante, përfundonte në boshllëk, ku vetëm ajo i dëgjonte fjalët e saj. Pas disa sekondash, Alba u ngrit dhe ecën drejt dritares. Jashtë oborrit, dielli shkëlqente dhe një erë e lehtë lëvizte flokët e saj. Por brenda, ajo ndjeu izolimin më të thellë. Nuk ishte vetëm fizikisht, ishte psikologjikisht e vetmuar. Lëndrimi, Eliona dhe Klodi ishin të pranishëm në të njëjtën dhomë, por jo në të njëjtin hapësirë emocionale. Kur Hygerta, një nga banorët e tjera, afrohet pranë saj, Alba nuk fsheh më asgjë. Sa herë flas unë, ata ikin, i thot me zë të ulët, por të qartë. Nuk ka akuzë, por një fjalë që mbart dhe dhimbje dhe trishtim. Hygerta e shikon, kupton dhe e ndjen dhimbjen që Alba po mbante brenda. Ajo nuk thot asgjë për disa sekonda, vetëm i jep mundësinë Albas të shprehë çdo ndjesi, çdo breng të mbajtur. Alba i tregon Hygertës se nuk është hera e parë që ndodhet në këtë situatë. Çdo diskutim, çdo ide, çdo mendim i saj duket sikur humbet në ajër. Lëndrimi, Eliona dhe Klodi nuk e shohin, nuk e kuptojnë. Ata janë të zënë me lojën e tyre, me bashkëpunimet e tyre, me grupet që krijojnë ndërmjet tyre. Por Alba mbetet aty e vetme, duke u përpjekur të mbajë një pjesë të vetes të dukshme. Disa minuta kalojnë në heshtje. Alba mbështetet pas divanit, duke ndjerë teksturën e tij, duke ecur mendërisht në çdo moment që ka ndodhur gjatë javëve të fundit. Çdo përplasje, çdo shaka e humbur, çdo fjalë që nuk u dëgjua, është si një gur i rënë mbi zemrën e saj. Por ajo nuk dorëzohet. Ajo e di se brenda saj ka forcën të flasë, edhe kur askush nuk dëgjon. Heshtja e Hygertës nuk është e zakonshme, ajo është e vëmendshme. Hygerta qëndron pranë Albas dhe vetëm me praninë e saj, duke mos folur, i jep mbështetje. Ky moment është i çmuar për Alben. Ajo ndjen se nuk është krejt e vetme. Fjalët e saj nuk humbasin gjithmonë, ndonjëherë gjejnë rrugën tek dikush që kupton. Alba fillon të flasë përsëri, më e qetë, por më e vendosur. Ajo flet për lojën, për marrëdhëniet, për ndjenjat e saj. Lëndrimi, Eliona dhe Klodi janë larg, por fjalët e saj nuk janë të kollë. Hygerta e dëgjon dhe i përgjigjet vetëm me shikim, një shikim që thot, e kuptoj. Ti ekziston dhe fjalët e tua kanë peshë. Ndërkohë, Alba ndjen një kombinim emocionesh, dhimbje për indiferencën e tyre, por edhe një forcë të re brenda saj. Ajo kupton se nuk mund të varet gjithmonë nga mirësia ose vëmendja e të tjerëve. Ajo duhet të gjejë fuqinë brenda vetes dhe këtë moment e shfrytëzon për ta ndjerë këtë liri të brendshme. Ora vazhdon të kalojë dhe dielli shkëlqen mbi obor. Drita e tij ngroh lëkurën dhe e bën Albën të ndjejë se ndonjëherë, edhe kur je vetëm, mund të ndihesh i plotë. Ajo nuk ka nevojë që të gjithë të jenë pranë, ajo ka nevojë të dëgjojë veten, të flasë për atë që mendon dhe ndjen. Kur Lëndrimi, Eliona dhe Klodi kthehen pas pak, Alba nuk ka nevojë të tregojë se çfarë ka ndjerë. Heshtja e saj dhe qëndrimi i qetë kanë dhënë mesazhin më të fortë. Ajo është e vetëdijshme për veten, e fortë dhe nuk dorëzohet. Hygerta qesh lehtë me të, duke kuptuar se ndonjëherë vetëm të qenit aty për dikë mjafton. Alba ul frymën, ndjen fuqinë e vet brenda dhe e kupton se vetmia nuk është gjithmonë negative, ndonjëherë është rruga për të gjetur zërin e vërtetë, për të kuptuar veten dhe për të ruajtur identitetin. Ajo është akoma pjesë e lojës, por tani me një vetëdije të re. Sa herë flet, edhe nëse ata ikin, fjalët e saj ekzistojnë, kanë peshë dhe kuptim.